Integrimi i personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës në Maqedoninë e Veriut ishte ngjarje e zhvilluar me diasporën e Zvicër me qëllim që të njihen dhe u lumtojnë se çfarë mund të bënin ata për të mbështetur punësimin e personave me aftësi të kufizuara në Maqedoninë e Veriut. Dy organizatat nga Maqedonia e Veriut për persona me aftësi të kufizuara u zgjodhen si dy aktorë sistemor që mund të menaxhojnë këtë mbështetje në të ardhmen. Adem Idrizi nga Handimaku dhe Elena Koçoska nga Polio Plusi i prezantuan organizatat e tyre para diasporës dhe shpjeguan situatën aktuale në drejtim të zhvillimit të shkatësive të personave me aftësi të kufizuara dhe integrimin e tyre në tregun e punës. Diskutimet mes rreth 85 marrësve dhanë shenja premtuese se diaspora është e gatshme të angazhohet për të mbështetur integrimin e personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës në Maqedoninë e Veriut. Për Valdet e Hotin, qëllimi më i madh të duhet të ishte që këto njerëz të jenë barë shtetit dhe jo e organizatave apo shoqatave të ndryshme. Qëllimi më i madh kishte qenë qysh mi shty që këto detyrime që i bën shoqëria civile, organizatat jo qeveritare të bartë shteti, qoftë përmes një sigurimi të veçantë, po tjenë barë shtetit, natyrisht me mbështetje shoqatave jo qeveritare, po thjesht tjenë barë shtetit, i marrin ato këto obligime dhe t'i afrojnë shërbimet për qytetarët. Duke filluar nga ato bazë që ka janë, do të thonë, pajisja me mjete, ortopedike, sanitare, tani duke vazhduar që t'ia mundsojnë personit fjalë apo familje që t'integrohen në shkollat fillore, ajo është baza. Qofse nuk e kena bazën, atë nuk mundën ata zhvillohen matutje. Studentja Elena Nedelkovska thotë se përmes këtij projekti më në fund personat me aftësi të kufizuara që kanë jetë të rëndë do të ndjehen më mirë. И сметам дека многу ќе придонесе посебно за ситуацијата во Македонија, затоа што луѓето со хендикеп имаат премногу тежок живот и сметам дека на овој начин многу работи ќе бидат полеснети и дека на крај луѓето што имаат потежок живот за разлика од другите, ќе можат барем малку побаво да се чувствуваат у сопствена кожа. Peter Saxenhofer, drejtor menaxhuesi i INSOS-it, shoqatë zvicrane e institucioneve për persona me aftësi të kufizuara, ndau praktikat më të mira në mbështetjen e procesit të punësimit të kësaj kategorie. Në këtë mënyrë, të dy palë gjithësisht edhe organizatat nga Maqedonia e Veriut, edhe diaspora kishin mundësi të njihen me përvojën zvicrane në këtë fushë, dhe të ulëmtojnë se çfarë mund të zbatohet me së miri në Maqedoninë e Veriut. Kurt Viktri, udhëheqësi i ekipit të projektit, thotë se nuk është ideja që vetëm të edukuar njerëzit dhe me pas të mos gjejnë punë. Ich denke, das ist ein langer Prozess. Darum haben wir auch 10 Jahre als Perspektive. Das heisst, wir wollen die Ausbildung der jungen Leute auch mehr in die Betriebe bringen. Aber wir müssen auch Rücksicht nehmen auf die Schulen. Und ich denke, das ist so das Ziel, dass wir eine Ausbildung haben, die wirklich auch der Nachfrage von der Wirtschaft entspricht und nicht einfach nur Leute ausbildet, die dann leider keinen Job finden. Ragmi Jusufi, person për kontakt nga Zvicra për diasporën me Maqedoninë e Veriut, pasi diaspora tregon se ka dëshirë për të bërë diçka për personat me nevojat e posaçme, por deri më tani ka munguar një platformë apo adresë ku të drejtohen. Qëllimi i projektit është ndihma e diasporës të iniciojë ndryshim të sistemit në Maqedoni, ku si dhe sistemi zvicran i ka krejt të sendat për sipri. Më kujdes për ato njerëz, por një që vetëm me pa është që nuk ka infrastrukturë. Të na e dini edhe veturat jonë në trotuaret. Edhe ku do të shkojnë ata me karocat. Njo për atyne. Mos flasim për ata njerëz që kanë probleme me shiqimin, aden ku a do të ecin në për rrugë edhe në sen. Edhe me kësi farë sende jo banale. Ose në ato semaforat të send ku nuk ka signalizim me zo, aden që ata që nuk shohin, aden të ndigjojnë signalin edhe ashtu shumë sende që na këtu në Zvicër i njohim shumë mirë. Katerina Voker, këshilltare e Helvetasit, thotë se përveç reformimit të sistemit të shkollimit, gjithashtu synohet që aktorët e ndryshëm bashkërisht të punojnë. Ich glaube, die Leute, die schätzen, dass etwas gemacht wird, aber ich möchte das nochmals sagen, es ist nicht einfach Helvetas
vor Ort, die jetzt das Berufsbildungssystem reformiert. Wir machen das zusammen mit den staatlichen Akteuren, mit dem Ministry, mit den Berufsschulen, mit den Firmen, mit den Verbänden, mit den Jugendnetzwerken. Aber das Wichtige ist, dass diese verschiedenen Akteure zusammenarbeiten und da möchten wir einen Beitrag leisten. Në ndërselimi specialiste për monitorim dhe marrje të rezultateve në Helvetas, thekson se kontributi i diasporës do të ishte ndihma konkrete për personat me aftësi të kufizuara që të aftësohen dhe të përfundojnë si të punësuar. Në këtë rast, do të në këtë vizitë që e kemi realizuar këtu në Zvicër, dëshirojmë që të mobilizojmë sadopak diasporën që të mundet të ju ndihmoj njerëzve me nevoja të posaçme që ndodhen në Maqedoninë e Veriut që të shkatësohen për punë dhe përfundimisht të përfundojnë si të punësuar në ndonjë kompani. Eksperti për zhvillimin e shkallësive profesionale dhe ekonominë e Helvetas, Boris Trimçev, tha se këtë vit do të ketë hapa konkrete e që do të ndjejë vetë kjo kategori e shoqërisë në Maqedoninë e Veriut. Конкретно за делот за лица со посебни потреби, односно за лицата кои што имаат потешкоти во достапот до образование, почнуваме оваа година со многу поголем интензитет да ги почувствуваат придобивките како што заслужуваат, односно како што секој жител ги заслужува. Ndërka që ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Zvicër, Kenan Ramadani, tha se diaspora përmes përvojës që kanë, do të japin kontributin shtesë që jeta e personave me aftësi të kufizuara të bëhet me praktik. Tendenca ishte që sonte diasporën disi ta provokojmë me përvojat që i kanë këtu në Zvicër dhe idetë që ndoshta plotësisht janë të provokuar nga prezentacioni i sonton, do japin kontributin plus që jetën e personave me aftësi të kufizume ta bëjmë më social, më praktik dhe këto njerëz të jenë pjesë e shoqërisë si të gjithë ne. Hapat e ardhshme janë të fillohet me hartimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve të mushme, të cilat do të përfshin mbështetjen e diasporës dhe do të ndihmojnë personat me aftësi të kufizuara të zhvillojnë shkatësitë e tyre dhe të kenë qasjen e punësim të lehtëvërtishëm. Kjo ngjarje organizuar nga projekti Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut, E4E dhe Ambasada e Maqedonisë së Veriut në Zvicër.